Kryeministri i vendit, Hristijan Mickoski, sot deklaroi se atë që e flasin përfaqësuesit e Bullgarisë do të kenë mundësi ta dëshmojmë më 24 qershor me tërheqjen e amendamenteve në Parlamentin Evropian dhe të pranojnë nismën për takime në kuadër të takimit të NATO-s në Hag nga fundi i muajit. Në 24 juni na Komisията за надворешни работи при Европскиот парламент. Më 24 qershor, në Komisionin për Punë të Jashtme, pranë PE-s, ndodhet raporti në të cilën pres antarët bullgar PE të tërheqin amendamentet në të cilat kërkojnë që gjua dhe identiteti shembullor shumë shekullor Maqedonas të ridefinohet me fjalën i pranishëm dhe në kuadër të asaj fryme të miratohet ai raport dhe më pas edhe udhërëfyesi për të drejtat e pakicave, i cili shumë shpejt do të jetë në rendite, kështu që kanë mundësi atë që e flasin ta tregojnë në vepër. Mickoski ka pritshmëri që Sofia të pranojë takimin në kuadër të takimit të NATO-s në Hag dhe siç theksoi të bisedohet dhe për korridorin 8 dhe atje të nis puna që të jetë edhe ai prioritet tek fqinji ynë lindor dhe si fqinj të mirë të ndërtojmë marrëdhëniet tona të ndërsjella, tha Mickoski. Presidenti bullgar Rumen Radev mbrëm nga Tirana porositi se nuk bëhet fjalë për marrëdhënie të pazgjitura bilaterale, për imponim të vetos apo për ndalim të procesit të integrimit, por për sfida të brendshme të cilat janë të lidhura me të drejtat e njeriut në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ka marrëveshje për fqinjësi të mirë, miqësi dhe bashkëpunim prej vitit 2017 dhe tek të dyja ka protokolle. Ka kornizë negociuese prej vitit 2022, konsensus evropian të gjitha vendeve antare dhe nga pushteti i Maqedonisë së Veriut, kështu që Bullgaria asnjëherë nuk ka vendosur dhe nuk do të vendos kushte jashtë asaj marrëveshjeje, jashtë kornizës negociuese dhe jashtë dy protokolleve. Shefi i diplomacisë Tim Çomucunski dje deklaroi se po punohet për përforcimin e dinamikës së takimeve me Sofjen zyrtare dhe se jemi të gatshëm për gjetje të zgjidhjeve racionale në kuadër të vlerave europiane. Por e jona është që të vendosim linjë të qartë të kuqe lidhur me disa çështje të caktuara me atributet identitare.